Ndërsa kryeministri Edi Rama ka intensifikuar këtë të njëjtë fushatën e tij mediatike, duke u fokusuar te zhvillimi i startupeve dhe duke shpalosur premtime të reja për pensionistët në lidhje me rritjen e pensioneve dhe buxhetin, ju tregon prralla moshës së tretë, realiteti në terren paraqitet krejt ndryshe. Në një kohë kur kreu i qeverisë tenton të fokusojë debatin publik te shifrat dhe sukseset e pretenduara, pjesa më e pakënaqur e shoqërisë vijon prej një muaji protestën e saj për të denoncuar situatën në të cilën ndodhet vendi. Në protestë në fakt nuk kanë dalë pensionistët, se pensionistët dihen që janë armata e pushtetit e Partisë Socialiste dhe shumë mund të jenë votues të Partisë Socialiste, megjithse mund të jenë më të pakënaqurit dhe më fatkeqët nga keq menaxhimi i qeverisë. Në protest kanë dalë qytetarët e pakënaqur, të rinjt, familjarët, shtresa e mesme. Pra njerëz që kanë probleme me qeverisjen e vendit, me korrupsionin, me skandalet, me aferat. Nuk kanë dalë shokët e Erion Veliajt në protest, as të koncesioneve të sterilizimit, as të inceneratorëve, as të dosjes 5D. Kanë dalë të protestojnë qytetarë të cilët kërkojnë llogaridhënie nga qeveria dhe që kryeministri t'i jap dorëheqjen. Protestuesit kanë listuar një bilanc të rënd të qeverisë së Edi Ramës, ku spikasin emigrimi masiv i shqiptarëve, rritja e papërballueshme e çmimeve të shportës në raport me pagat e ulta, si dhe gjendja alarmante e sistemit shëndetësor dhe arsimor. Kritikat janë përqendruar gjithashtu te ekonomia e dobët e shoqëruar nga një val e pafund me tendrash korruptiv, si dhe te fenomeni i kullave dhe ndërtimeve të panumërta që sipas protestuesve shërbejnë si mekanizma për pastrimin e parave të pista, duke dëmtuar urbanistikën dhe ekonominë e vendit. Në vend që të dalet të flasë për startupet dhe t'u jap lëmosh pensionistëve, Edi Rama duhet më së pari t'u jap përgjigje qytetarëve për të gjitha problemet, zgjidhjen e të cilave ata e kërkojnë nga kreu i qeverisë.